Mësohen të tjera të dhëna përse Ministria e Brendshme Britanike Home Office u ka kërkuar disa migrantëve shqiptar kthimin e pasaportave britanike në zyrat e kësaj ministrie. Top Channel ka siguruar nga dy burime të ndryshme në komunitetin shqiptar në Angli letrat e dërguara atyre nga Home Office për këtë çështje. Në njërin prej tyre, në mënyrë të detajuar, kjo ministri jep shpjegime përse ata duhet të dorëzojnë pasaportat britanike. Në fillim të letrës jepen detaje se kur personi ka kërkuar azil në Angli, ka fituar lejen e qëndrimit përgjithmone, quajtur indefinite leave to remain, dhe më pas ka aplikuar për nënshtesinë britanike që është miratuar. Mëtej në paragrafe 2, 3, 4 dhe 5 thuhet: duam të kujtojmë se kur keni aplikuar për nënshtesi britanike, keni firmosur një deklarat ku thuhet se informacioni i dhënë në formularin e aplikimit dhe dokumentat e tjera ishte i vërtet. Tani në vëmendjen tonë janë sjellë të dhëna që konfirmojnë se informacioni i dhënë nga ana juaj për nënshtetësi në kohën kur keni bërë atë nuk është i vërtet. Kur keni plotësuar formularin e nënshtetsisë, keni deklaruar se keni lindur në X vend, datë X dhe qytet të Republikës Federale të Jugosllavisë. Tani jemi në posedim të informacionit që tregon identitetin tuaj të vërtet dhe se keni lindur në një vend tjetër. Në 3 paragrafet e fundit të letrës sqarohet se të dhënat e Home Office konfirmojnë që informacionet e dhëna nga aplikanti për shtesë britanike kanë qenë të pavërteta dhe se drejta e qytetarisë do të hiqet në bazë të seksionit 40 për shtesinë britanike të vitit 1981. Në fund të kësaj letre i kërkohet personit që ka fituar nënshtesinë përmes mashtrimit që konsiderohet krim të dorëzojë pasaportën e autoriteteve, në të kundërtën mund të dënohet me 3 muaj burg deri në 5.000 pound gjobë. Në të dyja rastet e mësipërme, personat që kanë marrë një kërkesë të tillë nga Home Office kanë dërguar nga Anglia dokumentacionin për bashkim familje me gratë, fëmijët apo prindërit, të cilët kanë aplikuar më pas për vizë në ambasadën britanike në Tiranë. Letrat e ngjashme kanë marrë edhe ata persona që kanë dërguar ftesën në formë garancie për të afërmit e tyre, duke aplikuar për viza vizitorësh. Muhamet Veliu, Top Channel, Londër.